Poezia e Laertit në makinë me Ilnisën, një thumbi hapur për Valbonën, ç'po ndodh? Në rrjet janë shpërndar pamje ku finalisti Big Brother VIP Albania, Laert Vasili, është parë në shoqëri me Ilnisa Gollit në makinë, dyshet e cilët duket se janë edhe miq të afër nga jashtë, për të cilën Ilnisa Golli edhe në intervista të ndryshme kishte përkrahur dhe në rrjetet sociale, duket se është falenderuar edhe nga afër në Insta Story nga Laerti. Madje dyshe u përfolën një kohë edhe për një lidhje dashurie që Ilnisa e mohoi kategorikisht, duke thënë se ka vetëm respekt për figurën e Laertit dhe një miqësi nga jashtë. Duket se dyshja kanë bërë viral edhe një video së fundi ku nuk ka munguar një poezi nga aktori. Poeti Laert Vasili ka vendosur të ndajë disa vendime të tij për një poezi emocionuese e cila ka kapur vëmendjet e ndjekësve në rrjetet sociale. Laerti ka thënë: 2 pika shqivra mbi qelç dhe unë për ty se shndjeva mall, jetojmë të dy në një qytet dhe nuk shihemi fare as rrallë. Këto vargje janë interpretuar nga ndjekësit si një referencë e qartë e thumbuese drejt Valbonës, e cila ishte një prej lidhjeve të tij më të njohura në pjesëmarrjen e tij në Big Brother. Reagimet e ndjekësve kanë qenë të shumta e madje shumica kanë bërë tag Valbonën, teksa besojnë se kjo poezi është një thumbi drejt për të, duke theksuar se ndjenjat e tij janë akoma të forta. Kjo vërejt edhe në dasmën e Gjestit dhe Iglit, ku Valbona vendosi të mos i jap dorën Laertit, i cili madje edhe pse i deu shpërtheu në lot, duke thënë se nuk e meritonte këtë sjellje nga ana e saj, gjë që u pa nga publiku asaj kohe si ndjenja të vërteta të akumuluara. Valbona nga ana tjetër ka thënë se do ja lë kohën marrëdhënien me Laertin, megjithatë ka thënë se nuk e ka përdin lehtë atë pabesi të bërë nga Laerti.